3 nga 4 karriget e diplomacisë serbe janë dobësuar seriozisht. Marrëdhëniet me Washingtonin, Brukselin dhe Moskën, vlerëson analisti i politikës së jashtme Boško Jakšić. Ai përjashton Kinën, e cila sipas tij është e interesuar vetëm për investime dhe fitime. Sipas Jakšić, dorëzimi i ndërtesës së shtabit të përgjithshëm nuk do të përmirësojë raportet me Serbisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fillim të këtij viti kishte shenja për përmirësim të marrëdhënieve me amerikanët, madje u përmend mundësia e një dialogu strategjik mes dy vendeve, por pas dështimit të Vučićit për të marrë pjesë në konventën republikane në maj, raportet nisën të përkeqësohen, tha Jakšić. Ai shtoi se kjo përpjekje për t'u dorëzuar shtabin e përgjithshëm amerikanëve i ngjan shitjes së kompanisë NIS rusëve si tentativë për të fituar simpati politike. Sipas tij, ndërtimi i një kulli Trump në tokën evropiane mund të ketë vetëm rëndësi simbolike, por nuk do të ndryshojë asgjë në aspektin politik. Donald Trump është i interesuar ta shkëputësë Serbinë nga ndikimi energjetik rus. Ndërkaq, përpjekja e Vučićit për të lajkatuar SBA-n ngjan me marrëveshjen e dikurshme me Rusinë për Kosovën. Mendoj se Vučić ka një pakënaqësi të fortë ndaj Trumpit, që atëherë marrëdhëniet me amerikanët kanë qenë në një spirale në rënje. Kjo me shtabin e përgjithshëm është një përpjekje për të korrigjuar disi ato gabime në një mënyrë që më kujton shitjen e nisit e rusët, me qëllim që t'i lajkatojë ata përmes mbështetjes së tyre për Kosovën. Më duket se nuk ka asgjë të keqe në këtë, dhe ne mund ta shohim këtë nga intransigjenca e amerikane në lidhje me nisin, tha ai. Analisti serb vlerësoi se diplomacia e Beogradit po përsërit gabime të vjetra. Pas luftës në Ukrainë, Serbia qëndroi neutrale për muaj të tërë. Tani kur i duhet të bisedojë me Moskën për nisin, dërgon kryetarin e Kuvendit në Kiev. Pas kësaj, Vučić nuk do të pranohet më në Moskë, tha ai. Jakšić kujtoi edhe reagimin e ashpër të zëdhënëses ruse Maria Zakharova pas shitjes së municioneve Ukrainës dhe Izraelit, duke thënë se përfitimi financiar nuk duhet të jetë prioritet ndaj dimensioneve politike. Ai theksoi se Serbia tashmë ka marrëdhënie të dëmtuara me 3 qendra të mëdha, SBA-n, BE-n dhe Rusinë, ndërsa Kina mbetet e vetmja që ruan interesin ekonomik. Sa i përket takimit të Aleksandar Vučić me Emmanuel Macron, Jakšić u shpreh skeptik për ndonjë përparim. Macron as nuk ka autoritet e as ambicie për të përmirësuar marrëdhëniet e Serbisë me BE-n. Gjermanët po të rishin nga interesi për Serbinë pas heqjes dorë nga projekti i litiumit, tha ai. Sipas tij, ambicjet politike të Vučićit janë shumë të mëdha se mundësitë e tij reale. Ai dëshironte të ishte Viktor Orban i ri, i mirë me Putin dhe Trumpin, por nuk e mësoi këtë mësim. Nuk është i pjekur për lojra të mëdha gjeopolitike dhe për këtë po paguan çmimin, u shpreh Jakšić. Në fund, ai theksoi se çështja më e rëndësishme për momentin mbetet problemi me naftën. Rafineria Pančevës mund të ndalojë prodhimin më 25 nëntor. Ky është problemi më urgjent që Serbia duhet ta zgjidhë, përfundoi Jakšić, raporton në një transmetor në Telegrafi.